Përshëndetje, mirë se erdhët në serinë e podcastit të projektit Grave në Uniform, drejtuar nga mua Erida Curaj dhe nga Lutiona. Janë histori të grave në uniform, por nuk janë vetëm kaq, janë akoma dhe më shumë. Ne thjesht e kemi filluar historikun ton me 12 gra që shumë shpejt do të ndajnë pjesë nga jeta e tyre, nga karriera e tyre dhe nga arritja e tyre profesionale. Sot ne do të kemi ftuar dhe jemi shumë të nderuar që kemi ftuar zonjën Aida Distarin, e cila është kryetare e degës të doganës Shkodër. Aida ka shërbyer për 25 vite me dedikim dhe me shumë pasion në këtë karrierë. Pikërisht këto që sapo thash do të na ndaj Aida copësat e rritjes së saj profesionale. Aida, faleminderit shumë që keni ardhur dhe ju falenderoj për shërbimin dhe dedikimin tuaj në këtë profesion. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndihem shumë mirë dhe e ndjej veten shumë vlerësuar që jam zgjedhur nga një nga gratë e suksesshme në uniformë. Aida, do dëshiroja shumë që ta fillonim pak këtë podcast me rrugëtimin tënd përpara se sa të bashkohesh e uniformës. Si ka arritur deri te uniforma? Çfarë arritje keni bërë? Çfarë trajnime keni bërë? Në mënyrë të shkurtuar mund t'ju tregoj se unë isha një studente shumë e mirë, kam studiuar për matematikë fizik, shkencat eksakte ishin pasioni im. E përfundova studimet për matematikë fizik me rezultate shumë të mira. Njëkohësisht më dha mundësia që të studioj me shkputje nga una edhe për studime për ekonomi, financë. Arrita brenda një kohe shumë të shkurtër që të marr të dyja diplomat, pastaj isha një dilemë se cila do të ishte drejtimi që do merrja mas studimeve. Realisht shkencat natyrore ishin pasioni im, edhe si shkenca eksakte, po kërkoja me mendjen time që të zgjedhja dhe një profesion i cili do të ishte me rregulla, serioz, strikt me këto, dhe mendova që një nga këto shërbime në uniform mund të ishte dogana, aty mund ta gjeja veten më mirë. Për herë të parë u shpall konkurs. Mënyra e rekrutimit në administratë doganore ishte me konkurs pranë Ministrisë Financave. Çfarë viti është i përkasin? Ato i përkasin vitit 95-96. Ky ishte konkurimi për herë të parë. Pastaj në momentin që u shpallën ato, mos u diplomova, unë vendosa mu duk si sfidë e imja që të marr pjesë një konkurs. Hyra në konkurs edhe dola me rezultate shumë të mira. Pas pak, mas një periudhë të caktuar, ashtu si ishin rregullat e konkursit, pritej sa të krijoheshin mundësitë e vendeve të lira dhe mu rezervu vendi për doganierën e degën doganore Shkodër për herë të parë. Dhe kam fillu punën në qershor të vitit 2000. Më janë bërë plot 25 vite si punojse administratës doganore. Fillimet e mia realisht ishin të vështira, pasi me mendje mendoni një punë, profesion i cili ishte më i thjesht, por ditë e para u ballafaqova me një profesion i cili ishte shumë serioz. Aty kur hyra në për zyrat, aty u ballafaqova me një staf të vjetër, me eksperiencë, e cila mu duk është një përgjegjësi e madhe. E kuptova se aty duhet kishe shumë bagazh, shumë njohuri, pasi gabimet nuk faleshin. Çfarë pozicioni kishe kur hyre? Kur kam hyrë kam qenë doganiere vlerësimi doganor. Është një nga pozicionet më kyçe, cila kërkonte shumë informacion. Bëj për llogaritja detyrimeve doganore, përgjegjësia është e madhe, pasi është një impakt direkt tek ardhurat e shtetit. Në fillim ishte e vështirë, por me ndihmën e punojësve të tjerë që ishin me plot eksperiencë, me bashkëpunim me to, me të drejtën unë i shikoja në fakt si mentor të punës time, arrita që brenda pak viteve të bësha një model i mirë i punës dhe kam pat suksese të mira. Zyrat kanë qenë përsëri në Shkodër. Zyrat ishin në Shkodër, po. Pas disa viteve me ndryshimet politike, realisht administrata bëhej pak objekt i sulmeve. Edhe fillon ca lvizje, ca gjëra, të cilat unë pata ato ndryshimet e mia, vështirësitë e mia, në rrugtimin nuk është shumë i lehtë në administratë doganore. Janë ca luftra të mbrëmshme, të cilat gjinia mashkullore kërkon të ketë sa më shumë atribute të vendosë ajo e tjerë. Kam bërë disa transferime, kam lëviz në përpika të ndryshme doganore, kam punuar në stacionin e Groll trenit, kam punuar në pika kufitare, kam punuar jashtë qendrës banimit, kam qenë transferuar edhe në Fieri, edhe në portin e Shëngjinit, por gjitha këto në fakt nuk më sollen asnjë pengesë në rrugtimin tim, por përkundazi më bën edhe më të fortë,
më dhanë edhe më shumë mundësi që të njifem me problematika nga më të ndryshme të sistemit doganor. Juve kur jeni bashkuar uniformës, keni qenë e martuar dhe me Jo, fëmijë? kam qenë gocë e re. Aha. Sa po kisha kryer studimet, qysh do të thani bie 2-3 vite mas përfundimit të 2 diplomave, mos i mora, u rekrutova me njëherë. Jam fut gocë e re. Dhe pas sa viteve patët fëmijën e parë? Atëherë, mas 7 viteve kam kurorzuar me martesë dhe pata fëmijën e parë. Në 2007 linda gocën, e cila sot është 18 vjeçe dhe po vazhdon studimet. Sa po ka filluar kësaj fushë, është brenda uniformës apo jashtë uniformës? Atëherë unë në fakt kisha një indicje, e bashkëshortin e kam njoftur në dogan, ishte drejtues doganit. Kuptoj. Edhe pastaj u largu, edhe unë kam vazhduar rrugën time në administratë doganore. Kjo ishte pyetja pse e nisa pak e njeh uniformën bashkëshorti. Ka qenë, besoj, njohja e këtij ambienti apo njohja, nuk po flasim vetëm se sa shumë të njeh ty, se sa shumë besim ka te ty, se sa shumë besim ka te aftësitë tua. Kjo është shumë e vërtetë, pasi ne u njohëm aty, i njifte problematikat e punës, i njifte gjitha gjërat cilat se si ecin aty, edhe njoftja në punë më ndihmoi jo vetëm në problematikat e fillimit, pasi unë isha shumë e re kurse ai ishte në nivelin drejtues, por e kurorzuam edhe me martesë. Largimi i tij nga administrata doganore në fakt nuk më krijoi asnjë vështirësi në ecjen time përpara, pasi e pata gjatë gjithë kohës suport dhe mbështetje. Kuptoj. Por ardhja e fëmijëve, si ka qenë përballë gjithë kësaj karriere që kisha arritur deri në ato momente? Ardhja e fëmijëve ishte një moment shumë i gëzueshëm, e padiskutueshme. Megjithatë, mund të them se kishte edhe një sfidë tjetër, e cila kërkonte përkushtim. Megjithatë, jam përpjekur në çdo moment që të organizohem, bashkëpunoj më mirë, rujta ekuilibrin dhe jam përpjekur që asnjëherë të mos prevalojnë problemet e familjes në punën time si pjesë administratës doganore. Me bashkëpunim me gjithë strukturat, me angazhimin tim, jam përpjekur dhe jam e kënaqur me atë që kam arritur të bëj, si me familjen, ashtu edhe me karrierën time në administratë. Bëhet shumë qefi. Në qoftë se do bëj një paralelizëm, hyrja jote në shkallët e tua të para në uniform dhe ju sapo e përmendët që keni pasur mentor shumë të mirë, që këtu po fusim ndoshta edhe vajza dhe gra, do të thënë vajza gra ashtu edhe burra. Por në qoftë se do bëjmë një përqasje me ditët e sotme, kur vjen brezi i ri, sa mbështetës mund të jetë? Pra, a kemi përsëri mentora sot për brezat të rinj? Apo brezat e rinj, a janë gati të kenë mentora? A dëshirojnë të kenë mentora? Si është kjo paralizëm në sytë tu? Por realisht dinamika ka ndryshuar. Nuk jemi në të njëjtat periudha kohët, pasi tu ishte një periudhë e evolucionit të madh teknologjisë. Dhe duhet ta pranojmë se brezi i vjetër ka bagazh shumë, janë asete të sistemeve doganore, ndërsa brezi i ri është i përgatitur në fushën e teknologjisë. Megjithatë, nga ato që unë kam konstatuar këto vite, ardhja e të rive, ato kanë ardhur goxha të përgatitur në kuadrin e digitalizimit sistemeve, se tani po punojmë shumë me sistemet përparuara, por ato nëse nuk bashkëpunojnë me brezin e vjetër, rezultatet performanca nuk arrihet. Në përgjithësi, unë jam përpjek që ato t'i bëj shumë bashkëpunuesa, jam përpjekur duke pas parasysh edhe eksperiencën time, vështirësi që kam hasë në fillim, dhe unë mendoj që brezi i vjetër është i gatshëm bashkëpunoj me tri dhe të përcjell tek ato përvojën e tyre. Atëre brada pyetjen, i riu sa është gati ta ketë një mentor mbi kohë? Ka dëshirë, ka vullnet mirë. Edhe unë mendoj që është një brez më i përgatitur nga ana teknologjisë. Dhe mendoj që ato me pak mbështetje, me pak suport arrin bëhen shumë pjesë e mirë. Nga nuk dua ta fsheh, po nga eksperienca që ne kemi pasur në këtë projekt në Gratë në Uniform, dhe jemi takuar disa herë së bashku, dhe së bashku me disa pjesëtar nga ekipi juaj, një nga gjërat, një vijë emëruese për bashkë ka qenë që gjithmonë t'ju ka vendosur si drejtuesja më model. Çfarë mund të jenë disa nga këshillat që ju mund t'i jepni që të kemi drejtues po kaq model, sepse unë këto zëra kam dëgjuar nga nënvarësit tuaj, jo nga juve. Ju falenderoj përsëri, por mund t'ju them me qenë se unë vija nga nivelet, nga fillimet e mia kam kaluar ato vështirësitë e mia, ndoshta ato vështirësitë më bën të preku çdo lloj problemit, duke i njohur problemet mund t'i zgjidhë edhe më mirë.
pastaj jam një brez i cili e kam filluar shumë herët punën e administratës doganore dhe kam jam lidhse pak edhe me brezin e vjetër, por edhe me brezin e ri. Dhe me qenë se bashkëpunoj me të dyja palët, jam përpjek gjithmonë të krijoj marrëdhënie sa më bashkëpunuese, të kem besim tek të rinj, gjithmonë duke vlerësuar maksimum edhe eksperiencën e të vjetërve. Përpiqem që të krijojmë klimë sa më bashkëpunuese, klima të jetë sa më ngrohtë, asnjëri të mos njihet as i denigruar. Do të thonë përpiqem të bëj më të mirën, nofta ato që unë i kam pasur të vështira, përpiqem t'ia bëj sa më të lehta atyre që vinë të ri. E kuptoj. Në qoftë se do flasim në një këndvështrim tjetër të vështirësive që ju keni hasur në rrugëtimin tuaj dhe e përmendët pak a shumë edhe më përpara, pikërisht për hapësirat që duan të zënë gjinja mashkullore, unë doja të dija kush kanë qenë sfidat e para kur ju jeni përballur me pikërisht me modelin e uniformës që duhet të vishte patjetër një mashkull dhe duhet ta zgjerojmë sa më shumë këtë hapësirë edhe për gratë në uniformë. Doja të dija sfidat tuaj të para dhe nëse ju sot e ndjeni këtë lloj sfide. Kjo ka ekzistuar në fakt edhe gjithmonë këto profesioni i doganierit konsideroj sikur i takonte vetëm gjinis meshkuj, burra, por unë mendoj që prezenca e gruas në administratën doganore sjell vetëm ekuilibra shumë të mirë, sjell me kujdes. Unë kam konstatuar vetë personalisht se kur i kam caktuar detyrat veçanta, të cilat shumë burra e neglizhoshin ose po thojmë zaportoshin, të merreshin gratë i bënin me shumë përkushtim. Kështu që janë krijuar hapësira të plota gjinis femra dhe mendoj që puna ka marrë një temp edhe më të mirë. Përgjegjësimeria te gratë është edhe më e madhe. Edhe kujdesi është më i madh. Vetë nga natyra, gruaja është pak më kërkuese, është pak më e përgjegjshme, kështu që sistemet tona janë përparuar. Unë e shoh nga viti në vit, krijohen nuk janë vetëm këto janë personale, janë edhe nga politika që njeh e gjithë administrata, janë edhe prioritete, edhe drejtuesve nga nivelet më të larta të administratës doganore, po i krijohen shumë hapësira. Edhe po suportohen, po mbështeten, qoftë edhe me trajnime, fushin e tyre, duke dhënë hapësira secilës, ato po fitojnë secila vendin e saktuar. Shpeshherë, të paktën unë që jam pjesë e auditorit edhe të trajnimeve të rritje kapacitetit të rinjve, shpeshherë kur flasim që pse nuk i bashkoheni akademisë rendit, apo pse nuk i bashkoheni profesioneve në uniformë, kur i drejtojmë vajzave, një nga diskutimet është pikërisht nuk ke se si të ecësh në karrierë. Domethënë ka gjithmonë hendeqje, ka gjithmonë vështirësira. Pra, unë doja shumë që juve t'ia transmetoni këtë rinis. A ka vështirësira dhe nëse ka si mund të kalohen, sepse kur shikojmë një grua të arritur si puna juaj, mendohet se është kaq hapi, vetëm direkt nga shkolla dhe ka arritur suksesin. Pra kjo hap sa i vështirë është për ta. Atëherë unë doja përcjell një mesazh i cili do t'ju shërbente secilit prej trive. Dhe kjo nuk është e lehtë, kjo kohë është shumë e gjatë, ka pas shumë vështirësira, ka pas shumë, siç i themi ne, ka pas edhe pengesat maja, cilat në momentin caktuar duken pa kalueshme, por eksperiencën time personale ju anap secilit edhe ju them që nuk ka asgjë të pakalueshme. Me pak vullnet, me pak përkushtim, duke pas besim edhe në forcat tuaja, në integritetin tënd, unë mendoj se nuk ka asgjë të pakalueshme. Çdo gjë arrihet, është e arritshme. Do i bëj thirrje gjithë vajzave të reja, veçanërisht vajzave të reja, cilat mos i tremben në uniformë, se uniforma nuk është asnjë pengesë, mos i tremben para gjykimeve. Për mendimin tim që të veshësh një uniformë është një lloj angazhimit, është një lloj përkushtimit, duhet të jesh krenare për atë që shërben. Si uniforma të jep edhe më shumë, mendoj unë të jep edhe më shumë përgjegjësi, bën person edhe me cilësitë më të mira, pasi i jep kontributet tuaja për të mirën e asaj që po ke vesh atë uniformë. Dhe do i bëj thirrje secilës vajzë që të përkushtohet, të mos ta tremb asgjë, të hyj rrugë, të vën vetes qëllim edhe se doja dal. Unë flas aty ku unë jam drejtuese, unë mirëpres çdo të ri ose të re, do i jap mbështetjen time deri momentin e që fundit edhe ja garantoj secilit prej tyre suksesin. Thjesht është i vej vetes qëllim, të mos trembet edhe mos të kthehet mbrapsht. Shikoj vetëm para. Nëse do marrim një listë, ta bëjmë të pak si matematik. Nëse marrim një listë të profesioneve, të shërbimeve në uniformë.
Të paktën nga jashtë më duket se është një shkallëzim ose më them një shkallare që ti nëse arrin pikërisht ato që sapo the, nëse I bën ato që sapo the, mund t'i harrosh shkallët dal nga dal të arrish në karrierë. E para gjë, pra të rritesh në karrierë. Dyta gjë, më duket se nga ana ekonomike është shumë më mirë se sa të kesh një profesion, po flasim financiare në një zyrë kompanie, është shumë më mirë se sa të jesh pjesë e një finance në uniform. Nga ana tjetër thatë që ka trajnime. Nga ana tjetër thatë që ka ndërveprime ndërmjet institucioneve që përkasin doganës në rastin konkret. Nëse o ti listoja më shumë se kaq, çfarë mund të më thosh diçka më shumë që pse duhet të afrojnë këto vajza? Pse ka shumë gjëra pozitive, po cila prej tyre mund të na përmendni? Atëherë administrata doganore ka krijuar edhe fleksibilitet në orar, e cila mund t'i lejojë secila prej vajzave të reja ose nuseve të reja, të cilat kanë fëmijë. Ne kemi të miratuar ato me rregullore dhe nga drejtoria e përgjithshme është përcjell mesazhi poshtë që ka fleksibilitet. Fleksibiliteti nuk sjell asnjë pengesë, janë mundësinë e cilat të kryejnë detyrimet e saj ato që kanë me fëmijë të vegjël. Te ne janë prioritet, shpeshherë her pas here trajnimet janë prioritet femrat, e cilat I japin mundësi që ajo zhvillohet, arrihet edhe të krijojë një karrierë sa më të mirë. Faktën unë flas në këto momente që jam nivele drejtuesi, jam nivelet më të larta. Në lidhje me mbështetjen dhe me suportin, unë personalisht kam pas një suport shumë të mirë I cili ma ka bërë drejtimin, se kam një deg doganore e cila ka 5 pika hyrje dhe nuk është e lehtë, se cila ka vështirësinë e vet, se cila ka specifikat e veta, por me bashkëpunim me drejtuesin e përgjithshëm të administratës tonë doganore, nuk kam pasur asnjëherë asnjë lloj vështirësie, asnjë lloj pengese, vetëm mbështetje nga ato. Kështu që unë mendoj që kjo rritja në karrierën në administratën doganore, nuk them se është e lehtë, nuk them se bëhet me I hap, por arrihet më smjet nëse ja ke vënë vetes qëllim. Do doja të kthesha pak në historinë fillestare që thatë. Kur hyrët uniformës patë disa momente as pak të lehta. Mund të përmendësh një ose dy dhe se si ju I dha zgjidhjen. Atëherë ato fillimet e mia më duken shumë të vështira. Ato që kishim mësuar në shkollë nuk ishin bënim fare me atë që bëhej nëpër zyra. Duhet lexoje shumë, duhet informoje shumë, duhet ishe shumë I kujdesshëm, person me shumë integritet. Pasi në momente të caktuara duhet marrësh vendime të cilat kanë shumë pasoja. Dhe detyra kryesore e një punojësi doganës ishte që të zbatote rregullin, ligjin, konform kodit doganor, u ballafaqova me një realitet I cili më duhej marrë me shumë seriozitet, me shumë përgjegjësi. Po kjo vite vetëm sa duhet shtrohesh në punë, duhet kujdesesh shumë, të krijoje një informacion sa më shumë. Kërkonte shumë punë. Kjo kishte bënte me përgatitjen tuaj profesionale, por me ambientin që ju gjetët. Gjithmonë unë do t'i mështroj pak asaj fjalisë së parë që më the, që kërkuan hapësirë, pra na spostuan. Edhe kjo ishte pjesë e vështirë, e cila normalisht në ambiente të cilat dominojnë gjinia tjetër, ato pretendonin që ta nxjenin gjithë fushën, dhe kërkonin që pjesën tonë të femrave ta çonin për pozicione pune të cilat nuk ishin rëndësinë e këtyre pozicioneve ose përgjegjësinë e këtyre pozicioneve. Unë vetë jam bërë objekt I këtyre, edhe jam dërguar nëpër pika të cilat për tonin shkonin burra dhe duhet shkonin gratë. Juve si e ka përcyer të vështirësi, si e ka fillin? Atëherë u detyrova, e vëna vetes qëllim që unë duhet I bëj, të përpiqem, ta kaloj edhe këtë pjesë. Edhe asnjëherë nuk u tërhoqa, as nuk shkova të ankohem të asnjë prej drejtuesave, ti them kjo nuk e bëj, kjo është e vështirë, kjo është larg, kjo nuk ka. Unë e mora secilin për tyre me seriozitet dhe vuna vetes qëllim që doja dal. Nëse unë ta përkufizoja gjithë bisedën tonë, është pikërisht ajo që juve keni treguar në karrierën tuaj dhe është shumë e dukshme, është dedikimi, është këmbgulja, etja për të panjohurën, ta bësh të njohur dhe kryesorja është të bashkëpunosh me kolegët, dhe jo vetëm kolegët paralel, por edhe me ata vertikal që kemi thënë, me nënvarësit e tua, ashtu siç ke punuar edhe me ata që ke patur drejtues më përpara. Nëse unë ta shikoja pak nga jashtë historinë, duk shumë e bukur se sa mbështetëse ka qenë familja ndaj gjithë kësaj rritje në karrierë. Ju mendoni që këtu ekziston edhe një fije vështirësie, sepse na I bërë shumë të bukur këtë mbështetje që ju ka dhënë familja? Po, të them që është thjesht, shumë e thjesht nuk është. Po çelësi suksesit është rritja e ekuilibrave. Po. Është gjithmonë që t'i japim hapësirat e veta. Këtë doja. Të drejtën po, ndofta unë kam pas një avantazh, siç e theksum qysh në fillim, bashorti im ishte pjesë e administratës doganore, ishte nivele drejtuese,
e dinte vështirësitë edhe ndofta më ka suportuar më shumë. Se sa një tjetër i cili nuk e njeh problematikat, nuk e njeh përditshmërinë e doganës, vështirësitë e doganës, se ka dhe vështirësi plot, nuk është sektor shumë i lehtë. E sigurt. Edhe në këto raste në fakt më ka dhënë mbështetje. Asnjëherë nuk më ka lënë që unë dorëzohem ose të them se kjo është shumë e vështirë, kam këtë ngarkesë, kam atë. Ndofta shumë faktorë tjerë, ndihmon edhe asnjëherë nuk më bën punën e mërzitshme. Më pëlqente vështirësia, pëlqente sfida që sjell dogana. Motivi jot është shumë i fuqishëm. Është i fuqishëm. Ju 25 vite keni treguar shumë bukur, pra 2 dekada e gjysmë keni treguar shumë bukur që gjithçka mund të arrihet. Do doja shumë që të na japësh një mesazh e sa vite akoma do na i shpërndani këto energji pozitive në dogan? Si mendoni? Çfarë është për juve pika e radhës? Që t'ju them kështu me shumë sinqeritet, unë këtë punë e pëlqej shumë. Më pëlqen, dogana është një institucion cilin e kam filluar shumë herët, jam investuar shumë kohë, edhe çdo herë që mund të nepej mundësia me fillu, unë do ta filloj prapë nga spari. Është një punë shumë e bukur, kërkon kapacitet që të lexosh, të kesh informacion, të kesh njohuri, por krahas kësaj të jep edhe shumë kënaqësi dhe krenari se je një person me integritet. Je një person i cili kontribon për të mirën e vendit, është një pozicion punëti i cili sa është i vështirë, aq të jep edhe kënaqësi. Kuptoj. Unë mendoj që e ofroj secili njeriu se e re ti përkushtohet kësaj pune se doja dal. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për emocionet që na ndat më së bashku, faleminderit shumë për energjinë pozitive dhe vërtet të jeni shumë frymëzuese. Jam shumë e lumtur që ishim së bashku dhe nisëm së bashku këtë podcast. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.